atë dite të gjithë ne dhe gjitha krijesat do të pyeten detajisht, do të pyeten për çdo gjë, edhe e xhenët edhe njerëzit. Vetëm ata që do shpëtojnë dhe do ta kenë ma lehtë, e nuk do të pyeten detaje, janë pejgamber të Allahut. E dini pse? Se ata s'kan bërë gjëna sikur na natën edhe ditën. Ata vesh një pyetje, e keni kry misionin, a i keni thirr njerëzit në rrugën time, i thot Allah, thot po o Zot, ti je dëshmitar. Edhe ata e kanë lehtë. Ama në tjerë të kemi shtirë, çdo detaj do të pyetemi. Për ata Allah thot fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Pasha Zotin tënë, thot Allah, do të pyeten të gjithë ata për çdo punë që ata kanë punuar në jetën e kësaj bote. Andaj vllazën, atë ditë do të pyetemi edhe për sytë tonë, do të pyetemi edhe për veshët tonë, do të pyetemi edhe për zemrat tona, dhe gjitha këto kanë me dhënë llogari para Allahut te bareke ve taala. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pra për dëgjimin tënë, për shikimin tënë, për zemrën tonë dhe ka përgjegjësi. Dhe do të merrni në pyetje dhe do të jepni llogari. Po ashtu vllazën, do të pyetemi edhe për gjërat që na duken shumë pak të rëndësishme, për ushqimet tona, për pijet tona, për veshmbathjen tonë, për shëndetin tonë që e kemi, për gratë tona, gratë do të pyeten për burrat e tyne, do të pyetemi edhe për fëmijët tanë që i kemi, vajza apo djem qofshin. Do të pyetemi për ata, për të gjitha këto do të pyetemi. Për ata pejgamberi alayhis salatu wassalam, një ditë prej ditësh me shokët e tij Abu Bekrin dhe Omerin, shkoi musafir te Xhabiri radhiyallahu anhum. Dhe Xhabiri radhiyallahu anhu thot, ju shërbeva hurme rutab. Jo një lloj hurmeve kanë emrin rutab. Edhe ujë të freskët, ujë pak i ftohtë. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam me Abu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhuma hëngrën hurme, pinën ujë, edhe në fund çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, hadha min naimi alladhi tus'aluna anhu. Këto janë tha begati, këto janë nimete për të cilat ju do të pyeteni në ditën e gjykimit. Edhe Abu Bekri Omeri thanë, i dërguari Allahut, edhe për çdo hurme, edhe për çdo ujë, tha, po edhe për këto tha do të pyetni para Allahut te bareke ve taala. Dhe Allah thot thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. E atë ditë patjetër ju do të pyetni për çdo begati, çdo mirësi të cilën e keni pas. Wallahi vllazën, me bo me vanku ne këtu në vendin tonë. E me thonë, nuk kemi të mira, ka me na myti lëmi Allah, ka me na vroj lëmi Allah. Me bo me i mohu këtu të mira që ne ka dhoni lëmi Allah këtu në këtë vend. E që nuk e di numrin e saktën e ty në sa të mira kena, pasha Zotin qyshtet popullit do të bëhemi buk për mist. E ata që i mohojnë, e ata që i njërojnë të mirat e Zotit, ata e kanë dënimin e dhimbshëm. E ata që falenderojnë Allahun për këto begati, për këto mirësi, për këto dhunti, Allahu ka më ja ushtue.